Pas anulimit të televotimit dhe 2 zarfeve të zinj, vjen reagimi I parë nga familja e Rogertit. Familja e banorit të Big Brother VIP 5, Rogert, ka reaguar publikisht pas vendimit të vëllait të madh për të anuluar televotimin dhe për të futur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, 2 zarfe të zinj. Në deklaratën e publikuar, familjarët pranojnë se debati mes Rogertit dhe Malit ka kaluar në tone të ashpra dhe jo të denja për t'u parë dëgjuar, duke u shoqëruar me ofendime nga të dyja palët. Ata theksojnë se tensioni I krijuar është rezultat I presionit dhe stresit të lojës, e cila shpesh I çon banorët në reagime ekstreme. Kujtojmë se Rogerti ka bullizuar Malin, duke përmendur edhe familjen e tij. Familja e Rogertit shprehet se ndonse respekton vendimet e vëllait të madh dhe rregullat e formatit, kërkon që situata të vlerësohet në mënyrë objektive, pa ndikim emocional dhe duke u parë nga të gjitha këndvështrimet.